Kryeministri Edi Rama ndodhet në Abu Dhabi ku po merr pjesë në samitin e javës së zhvillimit të qëndrueshëm, një forum ndërkombëtar që mbledh lider politik, ekspert dhe përfaqësues të institucioneve globale për të diskutuar sfidat dhe zgjidhjet e zhvillimit të qëndrueshëm. Samiti organizohet nën kujdesin e presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, të cilin Rama e ka cilësuar si një mik të madh të Shqipërisë. Nisja e samitit të javës së zhvillimit të qëndrueshëm nën kujdesin e veçantë të presidentit Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, një mik i madh i Shqipërisë, thuhet në postimin e kryeministrit Rama. Gjatë samitit kryeministri thekson rëndësinë e zhvillimit të qëndrueshëm për ekonomitë e vogla dhe të mesme, duke vënë theksin te bashkëpunimi ndërkombëtar për përballimin e ndryshimeve klimatike dhe mbrojtjen e burimeve natyrore. Rama ka ndarë në rrjetet sociale pamje nga takime me lider botror dhe përfaqësues të institucioneve financiare dhe mjedisore. Samiti shërben si platformë për prezantimin e praktikave më të mira dhe strategjive në fushat e energjisë rinovueshme, politikave klimatike si dhe investimeve në infrastrukturë të qëndrueshme.